për minut pas minuti, ndërsa do të shkojë te kolega Rezele Myslimi tani që është pozicionuar pranë kryeministrit. Rezele, të përshëndes. Jemi së bashku sërish, ndërkohë kemi parë her pas here disa tentativa për të hedhur disa po i quaj gurn, ato çka mundu të shihnim edhe nëpërmjet të pamjeve drejt kryeministrisë, por ishin kryesisht të mitur. Është e njëjta situatë, pra janë disa prej tyre apo ishte një rast sporadik që po themi duhet shmangur, se ndërkohë ishte edhe i mitur edhe kjo bën një tjetër përgjegjësi, qoftë për protestuesit, qoftë për ata që e kanë marrë në protestë. Ermal, po në fakt ka patur një klim tensioni, ndonse dy raste sporadike duhet thënë, por ende pa nisur mirë protesta, ndryshe nga protestat e kaluara, kur tensioni vinte në rritje në momentin që demokratëve i bashkoi edhe lideri i tyre në shesh. Ka disi një klim më të tensionuar që ndihet, dy raste që ka përmendur edhe kolegu Sokol Dema kanë qenë raste rasti një të mituri dhe një zotërie në mosh në fakt që i është hakërryer policisë, por në distancë themi kështu edhe kryeministrit Edi Rama me fjalë fyese kanë tentuar të çajnë kordonin e vendosur nga policia, po sigurisht që efektivët kanë qenë aty në gatishmëri dhe janë rreshtuar për të shmangur çfarëdo lloj situate të tillë në vazhdimsi. Ende nuk mund të flasim për pjesëmarrje, ndonse zyrtarisht protesta do duhet kishte filluar pasi ishte paralajmëruar për të nisur në orën 17. Janë ende në grumbullime sipër të gjithë demokratët apo qytetarët që do t'i bashkohen kësaj proteste në pritje të kupolës drejtuese themi kështu të Partisë Demokratike së bashku me zotin Berisha, në momentin që do të vi zoti Berisha, ashtu siç ka ndodhur në të gjitha protestat që kemi ndjekur të Partisë Demokratike, do të fillojnë me fjalimet. Moti shpresojmë se do të jetë të paktën në këto kushte pa patur rreshje të vështirë dhe rreshje të dendura shiu, pasi do ta bënte sigurisht të vështirë raportimin dhe ndjekjen e kësaj proteste, por sigurisht që do të kishte qenë edhe në disfavor të protestuesve që kanë paralajmëruar, Partia Demokratike ka paralajmëruar një protestë edhe më të madhe nga protestat e kaluara. Është protesta e disat kombëtare, siç e ka cilësuar vetë zoti Berisha, me zotimin se nuk do të largohen dhe do të vijojnë këto lloj protestash deri në largimin e kryeministrit Rama, dhe kjo është ajo që kërkojnë opozita dhe demokratët, kërkojnë largimin e kryeministrit Rama dhe hapjen e rrugës për zgjedhje të parakohshme. Mbetet për të parë se si do të zhvillohet kjo protestë, megjithse vlen për të përmendur që në çdo protestë paralajmëruar nga zoti Berisha, fillimisht ka patur një klim tensioni apo pritshmërit, themi kështu, janë rritur shumë mbi atë se çfarë do të ndodhë në protestë, po skenaret kanë qenë pak a shumë të ngjashëm. Këtu në sheshin përballë kryeministrisë është përgatitur çdo gjë dhe pas pak pritet që të nisë protesta.